Po kthehemi me një epizod tjetër, me një ndërmarrës tjetër në industri të shërbimeve, si kjo e fundit që kemi Blinin, po një industri shumë ma interesante, me thonë kështu, ka perspektiva e nevojës se çdo biznes do të me pas. Një kompani që është kaqja ma të intrege njëni krejt, me musat Besnik Vrella prej Shtëpijakut. Faleminderit, valla. Do që shtot njohin. Po, Besniku i Shtëpijakut. Që është e kom të shkru në telefonën e, Besniku i Shtëpijak. Që është shumica njerëzve njohin. Faleminderit valon për ftesën. Unë jam që shumë njohin shumica njerëzve, me kompaninë Shtëpijaku, funksionojnë tregun e Prishtinës, po edhe jashtë Prishtinës, mund me thonë lirisht edhe në krejt territorin e Kosovës që prej vitit 2003, po bën 22 vjet që punojmë këtë sektor. Kemi fillu në 2003 si biznes i vogël, normal se ka qenë si... ka njësë çfarë është Shtëpijaku sot me qëtamën, me qëto? Po, me qëtamën. Fillimisht ka qenë unë projekt, i cila akoma ekziston, të cilën e kemi bashkë themelu së bashku me 3 ortak tjerë, ish ortak me thonë. Edhe ideja ka qenë me ofru shërbimet, pastrimet e mirëmbajtjes të objekteve, fillimisht për institucione, për shkak se sektori privat në atë kohë ales u kanë përgatitën për këtë lloj shërbime, edhe fokusi ka qenë te institucionet publike dhe te organizatat ndërkombëtare atëherë. Mandej e kemi pasur që ka filluar më rrit kërkesa për sektorit privat dhe kemi menduar me hapni me çujt sa brand, edhe u kanë ai dilema me qelsi në kodër të një projekt apo me qelsi entitet ndamës ligjor me një emër tjetër dhe kemi vendosur me hap Shtëpijakun në vitin 2007 me idenë vetëm me qasë më shumë sektorit privat, me ofru shërbime për sektorin privat. Me të njëjtën pronësi. Edhe qysh për atëherë, tani kemi vazhduar me zhënu gabën e shërbimeve, është shumë interesant që Shtëpijaku na shtan tregen gjojnë më shumë për larët e pijave, për shkak se në 2009 ne kemi qenë sektorin për larën e pijave që ka qenë shërbim inovativ për atë kohë, mënyra që kemi ofru shërbimin, mënyra që kemi me qujtë ashtu e kemi paketu shërbimin, edhe kur kemi shku me ofru për shërbime tjera, tani kam pyet a kryeni edhe punë mirëmbajtjes, a kryeni edhe punë të renovime, a kryeni punë që na thjesht jemi themelu për atë punë, po që ma shumë na kanë gjoftë për të pija, dhe hala na është një pjesë e madhe tregut, na jam ma shumë për larën e të pija. Besnik, qysh vjen ideja për me qeni si biznisi, qash herët në kohë, po në atë e në konë me marka, po ndohët. Pjesërisht në konë me marka, tani kemi kalu në euro bashkë, kur kemi njësë aktivitetin. Se dyqysh ka qenë edhe kështu visually i bukur, dizajni kur keni dalë me Shtëpijak për shembull, edhe me brand edhe me shërbim, me koncept. A ke bo këtë punë para lufta? Jo, para luftës kemi punu punë tjera, e kemi pas një biznes familjar, me njerë mas luftës tani jam punësu në mik. Me të ujtë edhe se? Me të ujtë, edhe kom pas fatin që kom punu bashkë sektorin u qujtë Building Management Services, shërbimin të menaxhimit të objekteve të enit. Atëherë kemi punu 3 vjetë, që ato e kom fitu përvojën, edhe... Që të e pas ke vjetë zanatin? Pikërisht, edhe ujën e njëtë si njëna për organizata ma burokratike, ku për gjithë shka ka procedura, dhe ato i kom su, njërën e dokumentimit punëve, të organizimit punëve, edhe që ma ka letu shumë punë në masanena në momentin kër është themelu kompania, e kom pas shumë alet me baqa tranzicionin prej faktit që kom punu për një organizat në ndërmars, në aspektin organizativ, si të mës. Masanena, në 2007 e përmene Shtëpijakun ato është merite e bashkëpunëtorëve, nuk e di jam lejot me përmen. Varët. është merite leutrimit intermedia, se aje ka kry këto që quhet corporate identity, në aspektin vizual, logon e këto i ka kryaj, edhe është shpëllon bebe e tina në atë kuptim. Po në fillimet e intermedjas, apo? Po, në fillimet e intermedjas. Edhe mos ne me ta kemi vazhdu, kemi bashkëpunu, deri vonë. Po,
Ka qenë atë. Çka ke interesant aty kur kinet me të hujt me punu, çka do keni procedurë stupid kështu. Për këtë aspektin e shqiptarëve, vërtet. Po, gjithçka do të më dokumentu. Domthonë është shumë e rëndësi shërbimi i cili kryhet me u dokumentu, se ajo tani shmong ato paqartësitë eventuale që mund me lind ma vonë në kuptimin e pranimit punëve ose pranimit fakturës ose diçka. Nëse i përmbash procedurave, dokumenton se cilën punë që e kryen, domthonë ajo lën shumë pak hapësi masina me debatu rreth çmon knatësisë të klientit me shërbimin që e ke kryer. Çajo ka një një mirë dhe e kom instalu në kompani me njëherë dhe në treg për ndryshe një sen për çka na vlerësojnë klientat është mënyra se çu komunikojmë me ta, mënyra që dokumentojmë punën, kjo është shumë e rëndësishme te bizneset, apo te këto ekonomitë familjare, domthonë nuk është fort e rëndësishme se shpesh thonë jo s'ka nevojë fakturë, domthonë mirë po na çështë e kemi rregull në kodër kompanisë, po e kemi instalu me kohë dhe që kjo është që i vlerësohet pe bashkëpunëtorë, normal përveç shërbimit që e kryjmë në mënyra dokumentimit, raportet që atë kërkohen për shkak të nevoja mbrëmshme të tyre. Domthonë po besoj që kjo na dallon prej ne mjeshtri thjesht me çujt kështu, e cili domthonë nuk ka as biznes të regjistruar, nuk mund të rrjedhimisht me jap garancion për punën që jap. Kështu duke qenë si kompani normalisht që obligohesh me u përmbajt disa standardeve që ndërlidhen me punën që e bëjmë. E përmende që unë miku jep shumë rëndësi këtyne procedurave, mirëmbajtjes së objektit edhe këto. A i bojmë vish për më konë paslak, apo është një farë standardi që duhet me njeh? Jo, mbi gjitha pastrimi edhe pse te na në kohëve të fundit dorën zemër është të vlerësu, kur po them të vlerësu është në kuptimin e pagesës që e bojnë për shërbimet që i marrin, rrjedhimisht pagesës punëtorëve, se çatone e vlerësoj se sa kanë respekt për punën tonë, po është një pastrimi për dikon mund më dok, ndoshta që do po është një lloj menaxhimi i riskut, domethënë që ti e merr prej me kryenamën e klientit, për shkak se çaj ambienti i pastër është parakusht për mu kry do procese të punës ato dhe njerëz muni pak më mirë në atë ambientin ku punojnë e kalojnë një pjesë të bukur të ditës tyne. Domethënë nuk është veç pastrim ashtu me çujt, po unë e kisha çujt çashtu dhe qysh e ka emrin e vet është menaxhim i riskut në esencë. Domethënë jo vetëm pastrimi, po gjitha aktivitetet që ndërlidhen me facility management, me menaxhim të objekteve, ku hyjnë edhe shërbime të tjera të mirëmbajtjes teknike, shërbimet e DDD-s apo anglisht quhen pest control, apo shërbime të tjera që kanë bëjmë me aktivitetet që ndodhen me një objekt caktuar. Po që kjo investimin që to shërbime që vi përmente, a është shpenzim apo është investim? Çush e klasifikon ti këto? Për ti kam varet tash pi perspektive se një pjesë e konsiderojnë si shpenzim ose spaku ashtu prezantohen kur negocion me ta, apo në esencë është investim. Një marsh, spari një marsh të institucionit i cili e merr shërbimin. Masina është një investim se për shkak e zgjat jetën e orendive ose dyshemesë ose ambientit në cilën kryhet shërbimi. Domthonë zotet jeta aty në pajisje ose aty në instalimeve nëse mirë mbahen rregullisht. Kështu që për mendimin tim është investim. Definitivisht është investim. E përmendë që u bë shumë vjet me çet biznes. Çush u rrit kjo se ju fillut, e përmendë që ke filluar me ofru një shërbim 2, po tani gradualisht ju nshtu krejt. Çush e dokumenton që të rritjen? Po. Domthonë fillimisht e tregova që kemi filluar kryesisht me ofru shërbime për tregun, tregu ka qenë e përmenda më herët institucionet publike dhe organizatat ndërkombëtare që kanë operuar në Kosovë, disa akoma vazhdojnë me operu, po mandena tu zhvillu sektori privat kanë filluar me marrë kërkesa ndryshme me cilat nuk kemi pas kërkesa më herët edhe për neve na ndok sfiduse, po i kemi pranu si tilla dhe i kemi filluar mi kry. Me atë mindsetin për marrim tani ku del. Ku del, po tani kanë rezultu disa prej tyne shumë të suksesshme.
Njëna për tyne është kontrata me shërbime të integrume, ku në kodër një kontratet vetë me integrojnë shërbime të ndryshme, nashta fillon veç me pastrim, pastaj integrohet pjesa komponente mirëmbajtjes teknike, pastaj furnizimet me materiale higjienike, tash sfundi edhe shërbimet për këto DDD që janë, në tarme nuk dihet, krym me punë ndryshme renovuese, shumicën e punëve i krymë me staf tonin, i kemi për momentin 130 punësum, që punojnë në kompaninë tonë me orar plot, e që janë shpërndame për mëra marret në krejtë Kosovën, pjesa dërmuese normal në Prishtinë, për shkak të prezencës bizneseve që janë këtu, po kemi punëtor të profesionet ndryshme që punojnë, e disa janë për ditës parë, që pe që jemi themelu punojnë të na. Sa është tirë me i majtë punëtor? Industria jote duhet ka turn rate? Po, deri para një kohë nuk ka qenë shumë problem, tash kohëve të fundit është, po të na, në kompaninë tonë nuk është qaq e theksume, veç nëse du me pas parasysh për audiencën që nëse marim ajo që quhet piramide Maslowit, Psychology of Needs, që tregon se çka i motivon njerëzit me punu, punëtorët në sektorin ku na operojmë, janë atë shtresën e fundit, motivi tyne kryesor është pagesa. Përdalën prej stresave tjera shoqërisë apo njerëzve që punojnë për profesione tjera apo në institucione tjera, ku motivohen prej gjona tjera, këta motivin kryesor e kanë pagesën, edhe sigurisht që krejt natyrshëm një pjesë të tyne atraktohet për vendet të punës ku shohin që paguhen ma shumë. Na si kompani kemi zhvilluar qatë politikë qysh për fillimit që punëtorët tonë me i pagu pak mbi mesatarën se sa paguhen tregu, dhe normalisht motive tjera e në trajnimet që ju ofrojmë në punë apo në ambientet kompanisë tonë. Tjetër aspekt është edhe mënyra që trajtohen për anët klientëve në për objektet ku punojnë, që fatmirësisht kanë trajtim fenomenal, nuk i ndajnë prej stafit tyme, se vetëm të kemë qartë se arsyeja pse nashta kompania jonë ofron këtë lloj shërbimi është për shkak se klientët e kanë vlerësuar që ose s'dojnë më marrë me këtë punë, ose ju del në aspektin financiar ma lirë dhe ma mirë me pas kompani private, që i bjen ajnë asë një lloj në gjuhën IT-shtë, me thonë si plugin në korporata tjera, mirë po tretmanin e kanë si kur të ishin kanë punëtor tyne, e qëtu e nashta ato arsyet pse nuk kemi high turnover rate staffit, po prapë thonë, kjo s'do me thonë që nuk mundet me ndryshu në tarmen, për shkak se jemi të jetuar në një ambient që po ka shumë dinamik, sidomos në 2 vitet fundit, nuk i dihet. Mirë po për qatë sa ka më varë për neve, na mundohemi me ishti me uni sikur në shpejt vetë, edhe që ajo është nashta ajo arsyeja kryesore pse ata vazhdojnë me punu, e përmena më herët një pjesë të madhe punëtorëve i kemë që 20 sa vjetë, edhe klientat tonë i thirrën namë, kështu me nickname i dinjojnë për sa forme, njën rahat, edhe na njëm rahat me ta, edhe ata me neve donë është diçka që i ka shtime najt, ata që sa vjetë e po besoj që kemi arrit me kriju një ambient ku njerëz njën rahat me punën që e bojnë me ambientin ku punojnë. Besnik e përmende që jetoj edhe hejtë si kompani që 20 vjetë, edhe përën në industri të shërbimeve, ku, sidomos ky juji, nuk është që thirret me plan, kështu me paramendim, po thirr kur ndodh ose kur është kriza një nej, me orar, pa orar, qysh e kemi menaxhuar këtë proces? Është e vërtetë, kemi plot raste kur klienti thret në moment fundit, qoftë për arsye se ka arru kejt, qoftë se ka neglizhu, ose ndodh diçka e papritën, se kjo facility management është çoni kohëve të fundit është të trajtuar njëjtë sikur departamente tjera si HR, si financat, edhe kudo që trajtohet si e tillë, edhe nëse ndodhin këto lloj emergjencash, trajtohen shumë më lehtë. Mirë po në rastet kur klienti nuk ka pas planifikim të tillë dhe nuk ka kompani e cila mirret me atë punë, e ka shumë vështirë me zgjidh. Për shembull, te klientat me të cilët na kemi kontratë, i kemi çuan kodër kontratës është quhet mirëmbajtje preventive, mirëmbajtje parandaluese ku bën inspektime parandaluese, dhe
këto befasina ndodhin shumë ma rrallë se sa me një objekt çka bëni me nuk i këto? qyrt. Këtu shkojnë ekipet, i kanë frekuencat e inspektimeve, varet për kompleksitetit të objektit edhe instalimet që i ka objekti dhe shkojnë qoftë në baza ditore, ose javore, ose mujore, ekipa e mjeshtrëve, edhe bojnë inspektime në objektit edhe shojnë çka ka defekte të cilat mujnë me ndodhe dhe intervenojnë aty për aty dhe do nevoja për me intervenu, kështu me urgjencë zvogëlohet minimum. A në anën tjetër, po, kemi raste kur thirrin 10 natës vërshëm, ose kanë ndërprerje të energjisë elektrike, ose ngjajshëm. Bllokim kanalizimi. Bllokim kanalizimi, për shembull sektorin e Orekës, full lokale, 10 natë se blloku kanalizimi, thirrin klientat e kem ekipën kujdestare, që dhe çmoni kanë automjetin pajisën me krejt pajisët e nevojshme edhe shkojmë intervenojmë. Ja zgjidhim problemin klientit. Tash te këta klientat me cilët kemi bashkëpunim të rregullt, ajo është veç pjesë e kontratës, te pjesa tjetër që s'kem kontratë, vojmë faturimin në bazë çmimore që kemi në fuqi. Mirë po megjithatë intervenojmë. Po, kemi ekip kujdestari, mënyrën që kemi strukturuar kompaninë që funksionojmë kryesisht punë kryen në orar të rregullt punës, mirë po është ekipi kujdestar mandena që kujdestarën në rast nevojës edhe i kryen intervenimet sa të mundë. A këto çfarë intervenime të vështirë keni pas ndonjë që e bëni llaf kështu me kafe të sabajit? Po, kemi pas. Tash edhe te pjesa e mirëmbajtjes teknike, edhe te pjesa e mirëmbajtjes higjienike, te pastrimi ka që është rastin e fundit e kemi pas tash s'u përmend emrin e klientit, po kemi pas rastin kur kanë pas më çel në numrin e caktuar të dyqanëve në njëjtën kohë edhe normalisht pastrimi vjen i fundit mas këtë punëve renovuese, po kur s'do, ashtu zakonisht i hida mjeshtër ka funi atë që ty është qifni malter. Të i kry do punën, a do të mi pritë, sa të krynë që me vazhduna me punën tonë, po e kemi pas shtu me deadline me krye dhe si me honë kam pas më qelë dyqanën 8 më në qas, mjeshtët kam pas me shku në 12 natës që me ujta me vazhdu me kry punën. A punën edhe mas orarit? Po në rastet caktume kur kërkohet, sidomos në për dyqane ku punohet në orar të rregullt, na intervenimet i kryjm, ku po them intervenimet jo ngjyrosje, jo riparime i kryjm mas orarit të rregullt punës, që mos me interferu në orarin e tyne. Edhe për më kthyte rasti që patëm para 2 javë, edhe është ata mjeshtët vend se me kryjnë të majtë, kryjtën 6, na i kishëm veç 2 orë me i pastru një sipërfaqe ko gjatë madhe, po që mobilizum, e kryjtëm, u kryj hapja zë shka në rregull, shkoj mirë, po ajo po tani po lem pasoja, disa ditë edhe për staf edhe për neve, për shkak se po djeko me qujtë ashtë në kuptimin e energjisë dhe po është problem tani se po do të njëjtën kohë mas nesër me vazhdu business as usual, me klientë atjerë cilët se kanë atë problem. Atë mirëmbajtja teknike po ka vërshime ose vitën e kaluar, për shembull bllokohet ceva e kanalizimit, çfarë edhe merr dyqanin këtë kanalizim, ti tash dush me intervenu, me sanu gypat, me pastru, me lon asdër për të nesërmen që kur vinë klientat mos më vrej që ka ndodhur diçka. Shpesh e quaj na facility managerat, se është emër termi i ri, me qëllim të përdorur gjuhën angleze, se është termi i ri që në Kosovë halen nuk e di që ka emërtim të saktë për to, menaxher objekteve dhe dikon i ofrohet, po facility managerat janë sikur njerëz mas kamerave. Ata e bojnë mundshme që njerëz që do dhe para kamerave mu dok mirë dhe me kry punën vetë që duhet, shumë pak hiç marrin kredit për punën që e bojnë, realisht ata e mundsojnë to run the show, që thojnë. Por të marrin, kredit, kredit dhe në fëtë. A kanë, unë më nëna kështu këta puna pyja, ka nëjë sanë kërë një shku me qenë i kanalizim, ju ka donë nëjë, që ka pëdirë, nëjë qypa, nëjë sen që ka bloku, kështu, si shqiptar gjynë gjithë shka, po. Po, esakt. Garanë keni po ju kësë historie. Po, gjujnë që sandet në ndryshme, varë se tesha, nuk e di mas vetë që i kanë zonë atë. Varë se tesha në kanalizim? Po. Këto robat mrenshme ato zëqysh, zakonisht, palomat e lakta e vlogojnë shumë kanalizimin, po e mira që kem kamerën edhe e dokumentojnë punën përmes kamerës te klienti. Kamerën banjo, kështu që në kanalizim? Kamerën që në kanalizim, edhe vojmë inspektimin e dokumentojmë se është një send që ndodhë shpesh në për objektet banjësore ku bllokohet vertikale, zakonisht kjo pjesa e vertikales është pronë e përbashkët, është përgjegjësia e përbashkët e këtë banorëve dhe
duhet me dokumentu që tonë janë bashkarisht përgjegjës për me debloku kanalizimin për nyshe, së në shëtëzën kërkosh. Po ndodh që ky bllokimi pse këta ndërtues kanë kursy, kanë qitë këtë vertikalin më ngushtë, apo në me gjujnë shumë? Të dyjat, ka rastes të ndërtime të reja një pjesë të tyne, dorën zemër. Jo krejt, në njerë mas luftë kur janë ndërtu, nuk janë kry bashkë që duhet, jo veç kanalizimi, po dhe këto instalimet elektrike kanë të lashët më, disa janë kry kështu që thojnë zezën, s'kan pas projekt caktuar ose s'u gjen dokumentacion për me këshyrë se çysh është kry instalimi. Edhe ndodhen shumë problemet për arsye ndryshme, domthonë pjesërisht për shkak se nuk është kryer ndërtimi që duhet, dhe pjesërisht për shkak moskujdesit të banorëve, po ideja është që këtu të na nuk praktikohet kjo mirëmbajtja preventive që thonë. Asaj nuk vlen vetëm për sektorin privat, domthonë për personat juridik, po vlen edhe për personat fizik, domthonë se duhet me najt gati, domthonë se çka më parandalu gjithmonë është më lirë dhe më mirë se sa me marrë me pasoja. Çka është dashur shumë dikush me ditë kështu person privat? Sa i përket mirëmbajtjes? Po, preventive. Po, mirëmbajtjes preventive. Po, për mirëmbajtjen e prunave private që thujmë pi pragut e mrena, është mirë çto instalimet vitale që janë në shtëpi me bë kanë inspektim, sidomos kur përsëritën prishet apo dëmtimet të njëjta. Në pronë është mirë me bo mësë një ulum të ma fell me këshyr çka është të shkaktu, se na dhe që ashtu e praktikojmë, shkojmë për shkakun për një intervenim me këshyr, edhe shohëm e zgjidhëm përkohësisht, po e shohëm që ka nevojë mu investu, edhe i thojmë klientit që na mo për me kry që intervenim nuk vim, nëse nuk e ndërmeshët të investim për me... Çka është intervenimi më i shpesh që e bëni te privati? Kryesisht janë deblokimet e kanalizimeve, punë që kanë bëjë me banjë, deblokimet e kanalizimeve, ndrimet e vojlera, bateritë e ujit, çto janë. Ka masnejt me rrym, janë këto indikator të banjave, shtekera, ndërpresa, montimi, trupa ndriçues. Paka shumë krejt që ka me një shtëpi, do na vetë në sen që halas jemi të bo, të me planifikojmë e bo është rregullimi i pajisjeve. Na e bojmë mirëmbajtjen e instalime deri që thonë deri në shteker, ato e tutje pajisjet për momentin nuk i rregullojmë, po në tarmën kemi kërkesa shumë, po për momentin kemi vendosur mos me bo, në tarmën ka mundësi që fillojmë edhe me atë shumë. Kur po folim për biznese ose organizata? Paka shumë është e njëjta gjë. Domthonë edhe te bizneset është të njëjta gjë, domthonë kryesisht janë te deblokimet kena këtu me fast foodat që janë këtu që punojnë se normalisht këto mbetje të ndyrore me regulativ nuk lejohet mu gjujt në kanalizim normal. Ato e gjuën tani ato kristalizohen dhe blokojnë gypin e kanalizimit tani. Parashitet nevoja me intervenu ma shpesh sa që normalisht dasht. Do në sektori Orekës kryesisht, po tani edhe këto objekte zyre, këto office buildings që janë, ata kanë kërkesa, po variojnë, varet për çka. Po kryesisht janë riparimet vogla. Na edhe çashtu edhe kemi kodifikuar intervenimet, edhe çujmë intervenim gjithçka që zot prej 1 minutë deri në 60 minuta, çash jo më shumë pjesa tjetër tani mund të çujt mini projekt ose projekt, mirë po gjithçka që rregullohet brenda 60 minutave, na e çujmë intervenim. Besoj ke përmendë që keni filluar me shërbimet të pijave dhe që ka shumë ju njohin ndoshta me shërbim të pijave. Ç'është erdhi ideja për me latë të pija me makinë? Po shumë interesant. Kum shku me një panajer, edhe i kum po do maqina pak më të mëdha sa që na i kishëm normalisht, për se i kemi latë të pijat edhe më herët, po edhe i pash ato maqina dhe u interesuam masina për me ble dhe u konë si investim këgja i madh. Për kohën po flas. Edhe a me investu, a mos me investu, a na kthehet investimi, çka me bë. Edhe isha të shkova në fakt një shok, ai ka pas shtëpinë rrugës për Gërmi. Edhe nxitën me to kon njëri që loj këtë pija. Nashta e keni po ton. Në autolare. Në autolare çatë. Edhe unë pret çat shokun aton rrugës, derisa dulaj, erë njëri me një BMW Z4, atë si kabriolet janë. Edhe gepekun e kish pas gjysmë çelën kështu. Mëra në gepek 2 tepija. Edhe i nxjerr ata tepijat, i gjujtin tokë, ja nisim i mshu shkelën kështu tang. Atë nëse u pa keq që nuk i ka pru me qef, e ka shti po get gruja me zëra, diçka ngjajshëm edhe thash kë
ky njeri jep parë për me ja kry shërbimin, ama jo ç'është më shku nam ja marr te pijat, me la dhe me kthy. Domthon convenience që thonë. Edhe çato, domthon e kom marrë vendimin normal bashkarisht me ortak. Pra, ke një problem që ekziston. Po. Edhe kemi investu, kemi konë të partë, nashta në Ballkan, që kemi investu në teknologji, në atë kohë, ka qenë inovacion, edhe po këtë tregu i shkonë shumë zërë. Pra, Cemve? 2008. Edhe po këtë tregu i shkonë zërë për atë shërbime. Po, na pavarësu që nërë. Po, qatë vetë, në qëshorë kemi fillu me lotë pia, po mëne me atlej makinerie, edhe pja të e tutje manena... Qështë ndikojnë biznes kjo? Shumë mirë. Që thojnë biznes ma mirë me nëgjohë për diçka se për kur gjë heq. Në këtë rast e përmena ma herët na veç i na konë të i kry këto shërbime tjera krejt, tepijat janë shtu mas voni, po në treg tani fillu me na njohë mas shumë të për tepija, e kur shkoj shumë më prezentu për pastrime, për këto mjeshtrije sane, shumë i që pi kryshë edhe këto. Këto dytë. Po. Po se kjo ka ma shumë reach, ma shumë klienta, ma shumë. Se është B2C kryesisht. Pikërisht. Çaj është. Edhe normal mënyra, njerëzit atëherë ju kalon për shtypje mënyra që kemi modelu biznesin, domthon ku e përmena më herët procedura, domthon çdo fazë e pe momentin kur thirr klientit dhe kur ti kthehet te pije me kupon fiskal, domthon është e dokumentuar edhe klientat e kanë çat mundësi që nëse kanë eventualisht shumë pak knatësi ose komente diçka në çdo moment mundet mu bë tracing të çdo shërbimi që e kemi bërë dhe me marrë përgjithësi për punën që e bojmë, për dallim për dikujna që dojmë punën në zezën, ose që vazhdon hale e krynë këtë shërbim në mënyrën pak ma pak të avancume. Po, kisha dallim në kualitet shërbimit si me lona autolare, me lona mashinë? Dallimi, nuk kanë si nota me ditën, se mënyra se qysh pastruan të pija me makineri dalën shumë prej mënyrës që i kanë lona autolare, edhe kualiteti sigurisht që është shumë ma i mirë. Normal, kostoja ka qenë ma e madhe me i la me neve, mirë po suma sumarum që thëjmë kur i mbledh krejt pros and cons, sigurisht që klienta ju ka dalë ma mirë me na marrë neve, me na nga sa me vazhdu me kry larën e të pija që i kanë kry ma herët për mes autolare ose mënyra tjera që jenë përdorë dhe atëherë. Po, është e vërtet e kemi zgjidhur një problem qytetarëve, nashta me një kosto pak ma të rritën se sa që jam mësu mi kry, mirë po në anën tjetër, ajo konvenienca me qujtë kështu që e kam pas të e marrë shërbimin të paketu mënyrën që na e kemi paketu, sigur ka lujtë rol të madhë të ta dhe me vendosme na marrë neve mënyrë të vazhdueshme. Do na, për ndryshe i kemi, prej që me themelu i kemi dikon rreth 40.000 klienta unik, të cilë kemi kry shërbim s'paku njëherë në 17 e fundit me shtëpijak. E kemi një bazë klientëve dikon prej 10.000 klienta aktiv që punojmë me ta mëra një viti, që i falenderoj për besimin që na dhon baza ditore. Jem prezent me këtë çdo shërbime të cilat i folën deri tash. Edhe që kjo është këtë ideja, me pas njerëz një single point of contact për krejt punë që ka lidhen me shtëpi. A ka pas ankesa? Po, sigurisht. Si çdo biznes na jena që thojnë biznes shërbyes edhe njerëz punojnë një robotat, edhe normalisht që kudo që krym punë njeriu, është i thirrën me bë gabime, caktuar njerëzore, e ato zakonisht ndodhin kur shmangën pi procedurave të sa ti kemi të shkruar. Sot që mundohemi me mbikëqyrë se çdo proces punës prap ndodhin. Lëshimi mirë, po e mira është që i marrim seriozisht ankesat e klientëve dhe mundohemi me reagu edhe me mri një nivel të shërbime që është në kuadër prishmërive që ata i kanë pas para se me na thirr për me marrë shërbimin. Kështu që e kem një marrë caktuar të gabimeve që i bëjmë e që mundohemi të nkohë me përmirësu veten. Se kur është proces, i cili përsëritet gjithmonë ka mundësi me ndodhi gabim, nuk është përrek, se ma unë janë nisë e marrë në shtëpi, e kryeni dhe zonë qelsat dhe qash, këto janë proceset që përsëriten edhe teoretikisht janë ato metodat e quality assurance si Six Sigma, Toyota, edhe ato parashihen marzhat gabimit e lemona që jemi larg tyre. E përmendën që ki bo investim madh dhe a je dikush që merr vendim bazë të dhënave apo e ki kështu me instinkt? Jo, unë jam shumë data driven. Pe fillimit edhe para se me ho biznesin,
si ide kom pas për shtëpia, kom po flas edhe plani i biznesit kom pas në fakultet, edhe kisha kohë kena pas një lan për New Venture Lab, edhe e shfrytëzova çat semestër për me shkruaj planin e biznesit, edhe njëkohësisht kom bë hulumtim tregut, sidomos për këtë pjesën e tepijave. U më interesoi ke paterni se çysh realizohet shërbimi, a ka ndonjë dallim midis shtëpia e banesa, ca plazhet Prishtinës, mënyra se çysh funksionon, apo kush është klienti jam, edhe ku mbolëm tim tregut edhe më kanë dalë dhona të cilat realisht i kom prit, ndoshta më mirë sa që i kom prit. Dhe çaj tani më ka unë shtys kohë të madhe për me vendos me investu, po edhe tash, në kohët e sotit, ton kuon vendimet i marr mos madhe normal, dhe kia të far gut feeling për do sene që s'ki nevojë statistika as kur gjë, po normalisht shumicën e vendimeve i marrëm bazë të dhonave të cilat i kemi të bollshme dhe i analizojmë në mënyrë të vazhdueshme bashkë me ekipin. Normalisht se krejt çajm të full tash nuk ish mujt më bë pa një ekip të mrekullueshme që i kemi në shtëpiak, e që për mëna marrët një pjesë e madhe ty në janë që 22-3 vjet, që janë pjesë e ekipit. Kështu që ideja është në tarmën me kriju një departament, mini departament për data analytics kodët kompanisë edhe me ditë. Po, me bazë donat e sakta që çfarë tepi i lajnë më shumë të shqiptarët? E ki fjalën për dimensione. Po. Dimensionet janë 1.60, 2.30 edhe 2 metri. Të dy dimensionet kryesore që i kanë. Tjerat stoza. Tjerat tani stoza. Stoza dhe shkelce. Qëto e dimensionet kryesore që i kanë, kryesisht po ne e kemi një kulturë shumë të mirë të instaluar, po flas në këtë rast që na si biznes kemi përfituar pja asaj kulture ku mundohen familjet me i majt pastër ambientin ku jetojnë, edhe kjo shihet se kur i pranojnë ku lajnë më shumë të tepia. Normal para festa, para bajramit, para festa kur janë, po të kohëve të fundit ka ndryshuar pak trendi. Tash është u shpërnda, ai fluksi me çuj çdo i thirrjeve, marrët ka qenë prilli, varsisht është pranvera sa është e hershme, prilli, maji, mas në edhe festat e bajramit, mirë po tash është u bë thjesht një trajtshme, normalisht fluksi dallohet para festa është më i madh. Atu mundohemi tani përmes kampanja ndryshme, përmes informimit me njoftu klientat që me fillu marrët me bë porositë që mos me lënë ditën e fundit se është e pamundme me përballu fluksin edhe me kry mënyrë kualitative shërbimin. Ju edhe lyni banesa, më duket edhe kështu muhabeti private që kanë pas me ty, njerëz nuk dinë me kalkulu që kur e vet sa ki me ly, thot një banesë 60 metra katror. Pse ndodh që kështu? Nuk e di, ka raste nuk janë shumë, po zakonisht i besoj motjeve tona, po zakonisht ka banesë 60 metra katror të pjesë e procesit është thirr kliente, e marrën porosin, shkon personi përgjegjës i kompanisë tonë për mi bë motjet atje dhe me këshyr se nuk dhojmë ofertë pa e këshyr vend ngjarje se çysh është në çfarë gjendje është objekti, edhe tash kur i bëjmë motjet tash një banesë 60 metra katror është një farë koeficienti kur është në alësia deri në 270 është një farë koeficienti rreth 3, motë edhe del sipërfaqja e cila ka mund xhiros, dhe ti thu 180 metra katror kemi xhiros, sot çysh 180 tonë kompanisën 60 metra katror. E tani duhet me dokumentu, bashkë arreshti i masëm edhe e kupton. Edhe se nuk është faj se nuk kanë shkallësi teknike, njerëz edhe është këtë normale, nuk është që e marrë me naj prapavit kese diçka, po thjesht e kuptojmë që nuk ka shkallësi teknike me bëj çat matje, po kryesisht e din sakt. Po folim pak këtë pjesën e menaxhmentit. E përmene që i keni dokumentu procedurat për shërbimet që ofroni. Sa janë të rëndësishme mi dokumentu çdo procedura? E përmena më herët qysh për i themelimit i kemi pas një pjesë procedurave dhe është interesant se kur e kemi angazhu trupën certifikuese për me bo ISO certifikimet, e kanë lyp dokumentacion, në kanë thonë me çka të punu i kemi qu ato, edhe mu do këtë se veçanisi mi e mërtu ato formularë që veç i shumë të i përdorë, thash asë si keni ata, nëse ju një të funksionu me që to, në regullë është, nuk ka problem, veç e këshyru në diçka që s'keni pas, i shtojmë edhe kryesisht i kemi pas, do më mirë po si në konë të certifikume me që ashtë. Validume. Të validume prej një trupe të panvarën. Edhe është shumë rëndësi, mu përcjell procedurat në kompani për shumë arsye,
për këtë stakeholders, domthonë edhe në raport me shtetin, edhe në raport me klientin, edhe në raport me vetveten, është mirë pas të dokumentuar për shkak se ndodhin situata të ndryshme. Domthonë qoftë për qëllime të auditimit, kështu ad hoc ose auditimit që është obligim ligjor ose ka ndonjë problem me klient ose ka ndonjë të lashe me çfarë do qoftë ajo, është e dokumentuar ki shumë lehtë masina me orë një konstatim se çka ka ndodhur. Kur s'ka procedurë të shkruame, kur s'ka dokumentim punës, masina gjithçka është ma problematike me u zgjidhë situatë, se ideja është me bëni zgjidhje ku don të kënaqen. Kur janë procedurat të shkruame, zakonisht i parandalën çto me çujt gabimet ose keqpërdorimet që mund të ndodhin me ose pa dashje. Edhe për çfarë i kemi bë. Kështu që janë shumë të rëndësishme, edhe na mundohemi për proceset kyçe në kompani që i kem, si janë menaxhimi i gjarë, menaxhimi i financave, me i respektu këto procedurat të cilat i kemi në formë shkruame, edhe masina i kemi shumë alet me menaxhu proceset mbrana kompanisë. Po dhe e përmendet që është pjesë e rëndësishme që dokumentimi edhe po në stafin e ri kur e merr ki shumë akallaj me trajnu tani me procedurë besana. Po, ideja është që puna të së ne bojmë na, është pastrimi në vojtja, unë e përshpesh e përdore të klientat se ka njëre kemi shumë kritika për klientave, thët, po punëtorja s'po është bashkë motivu me hadin amonit i qyshme, me gjithë në i formë qyshme, motivu ma shumë, ma angazhu ma shumë, për kundër faktit që ato performojnë, dhe tash unë munona me këthy si najgore me klient me thonë, më falë, kur nga ka në shkollë fillore, në klasë parës, në klasë dytë, kur nga ka pyet mësusja çfarë do më bë kur të rritën, a keni pa ne që ka çudorën ka thonë do më bë pastruese. Unë jo. Të na ke deputet. Po. Edhe është profesion që nuk është që e kanë zgjedh shumica aty, është profesion që ju ka imponu, edhe nuk është që një pjesë e tyre përkundër faktit që nuk e kanë zgjedh prap e dhon maksimumin për vetes dhe i falenderoj. Për angazhimin që bojnë. Sidomos punëtorët tona, po dhe komplet komunitetit që punojnë në këtë lëmije që nuk është i vogël. Kohëve të fundit, po kjo është edhe si trend, shumë pak tri kanë qef mu kyç me punu në zanate, kryesisht janë të orientu të rritë që është shumë mirë, në profesione ku paguhen ma mirë edhe kanë perspektivë ma të mirë, po kemi edhe kandidatë të cilët i punësojmë, nuk do me thonë me pas në zanat, i mësojmë, që thënë on the job training, i qojnë për punishte bashkë me punëtorët ekzistuese dhe i mësojmë punë, jo me lot gjama, jo me lot të pisan, jo varësisht çka kanë ata interes. Pronari i Nvidias, kompania parë në histori që i buni 5 trilion dollar vlerë, në intervistën e fundit tha që milionerët e së ardhmës janë qëta zanatlitë të që qelin kanalizime që i bojnë se... Pikresht, në qëta po mënuna me transmitu të... Që po më dogot dikush ka me qut dorën në klasët e me thonë, o Allah, du me qelin kanalizim se... One po shpresoj shumë se tash shpejti, po me në vitin ashëm, më dogot ka me fillu gjenata e pare mësimit dual, nësë nga po i kjo shkollat, të shkolla bujqisa tjerë është një projekt me... Nësë nga bëj Lux Development janë të investu bashkë me Ministrinë e Arsimit, ku ka me fillu gjanata e pare, mësimit dual, sikur që është Zvicër dhe në Austri, në Gjermani, ku një pjesë të kohës të rritë ka me kalu në teori dhe një pjesë ka me punu në kompani reale, po shpesojmë që na kena me pas mundësi me zgjedhë dhe kompenzancave të me marë, me pas mundësi me marë, me bo bashkë me këta mjeshtet ekzistues që i keme me fitu përvoj ata në varësisht për profesionit që e kanë zgjedhë, që u për punë elektrike ose u instaluse ose deblokime ose nxemje, varësisht se çka kanë preferenca ata, kështu që po besoj që momenti kur fillojmë me qujtashtu me mja pohojrin me monetizue punën e vetë, po besoj që tani edhe kam urit interesimi edhe i trive, për më marrë me zanatës se nuk mujnë krejt trit me çmon nuk mujnë. Nështë ta mujnë, po nuk është mirë dhe me kry këtë fakulteta. Apo dhe nëse se janë këtë thirën me kry fakulteta, normal ati që jetë shkolla, ata ashtu kështë po s'ki nevoj me motivushëm se kanë drojvin në mrenshëm, po një pjesë tjetër që fërt nuk i shon shkolla, atëre
e kanë mundësinë në shkolla në kuptimin akademik se s'u du kërkon me nënshmu me thonë që është më pak i kualifikuar për me kry fakultet, po s'paku kanë mundësi me mësu një zanat, edhe për që ati zanati me jetu mirë. Për momentin, dhe i tash nuk është konë që punë që paguhet shumë, po tash po shihet sidomos edhe të bizneset prodhuese, domthonë mjeshtrat e kualifikuar paguhen mirë. Për shkak se kam fillu tash me bë eksport jashtë edhe sigurisht kur qasësh një tregu të pasën, tyrat janë më të mëdha dhe normalisht mundësitë për pagesë punëtor janë më të mëdha. Kështu që na jem të shpresu që gradualisht kemi më rrinë çat nivel ku njerëz kanë me pas shef me mësu zanate, kanë me çu dorën që po ti me dashur mu bë me punu një punë të tillë. E përmene që kohës të fundit përjepim më shumë rëndësi pak higjienës se sa që kena përpa. A është efekti Covidit që kjo? Apo? Po, një pjesë është edhe efekti Covidit, po e përmena më herët na i kemi përveç të këto pasuritë të përbashkëta që i kemi, apo aftësinat të përbashkëta që nuk e kemi atë sensin e kolektivitetit, qysh e kanë disa popuj, të na praga e mrena i mojnë apostër gjithë, kështë që qatë kulturë e mojnë në për kompani, nuk pritojnë me investu në higienë, e normal kjo kujdes është shumë prej Covidit të kënjena, ku është dhe kjo komponenta e dezinfektimit, që për që na i gare ra Covidit mësu mi la durët, që është duhet se ke procedura që është mi la durët, edhe është interesim i shtumë për produkte higjenike, tash disa kompani, sidomos të kompanitë të IT-s kanë shku një aptutje për shkak me bo ambientin e punës më atraktiv se sa, nashta diku tjetër, mund të imshon filtrat tajrit, që janë kërgjat avancume, janë kërgjat kështushëm, po investojnë, ose filtrat tujt, ose që më kanë ujë pishëm në ambientit, mëse pas në ujë me ble, për higjenë ma shumë personale, atë nuk diskutohet, zgjedhin produkte që janë në rast të caktuar me lypen me kanë me eco-label, është ajo ajo lule dielli që tregon që produkti është ekologjik, se e kanë mendjen te qëndrueshmëria ambientale, dejte seleksionimi mbeturina, është një trend i ri seleksionimi mbeturina në për objekte, për shkak se i kanë ato ESG goals që do të mi përmbush, sado që ato mbeturina nashta i mbledhin për reciklim, po kur dalin jashtë, tani shteti s'ka infrastrukturë që mi përcjell çat halk, apo den? Po dhe me mbyll. Kështu që disa e kanë qatë commitment edhe paguajnë për mi transportu tani ato mbeturina me çu te hallka, tjetër donë kryjnë punën e shtetit me buzet vetën edhe çojnë te pika që i grumbullon mbeturinat edhe që i trajton tutje masnina për reciklim. Po nej, këtu e përmend e parë që janë vajrat, bateriat ishin dashur më kon që ndahen. Po. Çka kosa në tjera që ndahen? Po është letra, që është njëna që ka më shumë të vëllem, është plastika, kanocet, qelçi. A ka të na që mi bën riciklim këtu? Për që i shëndrojnë në produkt final, ku më dëgju që janë për shumë për qelç, për letër jo, letra është rumbullohet edhe eksportohet, për plastik po, që është mirë për këtë ekonominë qarkore, se është shumë rëndësi se njëna për pengesa kryesore pse nuk realizohet reciklimin masën që duhet është kosteja transportit, të cilën në venet ku kryet reciklimi që është duhet, subvencionon shtetin një pjesë, të në halen nuk kanë fillu, qaj është pengesa kryesore për shkak kostë transportit, masajna si mund të më në shpis tonë e bën seleksionimin, po kur del jashtë me gjujt kontener s'ki, kemi gjujt me një vena apet, edhe që të tani desa i farë procesi. Për njëshe, ka shumë njerëz dhe institucionet që janë shumë të interesume dhe do e kanë obligative, do e bojnë kështu pe i vullnetit mirë për me bo seleksionimin edhe deponimin e tyre në venet e caktume, ku janë jo në atë koshin ku gjuhën mbeturinat organike, po tamën me qute qendra grumbullimit. Kum pa rastu që dhe persona fizik mbeturinat e ambientit vet i ka qute qendra reciklimit që e ka qatë farë vullnetit mirë për me rujt ambientin. E ku hen shtëpiakut e që ekonomia qarkure, kështë SDGs, apo përdor të kësi produkte që Po, na kemi fillu që po bon 3 vjetë me promovu letrën e reciklume. Të krejt klientat tonë ku ka pas letër celuloz, për njështë letra celuloz është kjo letra e bardhë që e shumë, po celuloza si e tillë është e kaft, e cila i nënshtrohet një procesi kemek për më bëj bardhë. Që është ma pak ekologjike se sa letra e reciklume që reciklohet për produkte si kartoni ose produkte tjera.
e kena promovu te klientat se është shkencëtarisht e vërtetuar që donë është më e mirë për ambientin se sa letra celulozë, po u ka një averzion një kohë, sidomos teorika, me çu letrën e kaf se u ka ajo tash i ka rro firma këtina tash, atë s'po ka me vlerë letër varë për vjen këtë tjetën. Mirë po me fushat vetëdijsuese, donë çitën do postera atë që me po njerëz që nuk është punë po kurse në pronari, po është çështje ambientale. Edhe kemi arrit me sukses të një pjesë e madhe të klientave institucional, mi bin që letra reciklume është më e mirë për ambient, po dhe për ata si usera, për shkak se ata i kanë do goals, me thonë, për mi arrit që me zvoglu atë farë carbon footprintin që e gjeneron se cili biznes, se cili ka aktivitet. Letra ka një aspekt, shampunat i kemi ndru, i kemi bo, janë me eco-label, shampuna ekologjik që t'i përdorëm na. Për njëshë për me marrë certifikatën eco-label, kompanitë prodhuese detergjenta do të më nënshtu një sër proceseve që ma të kushtueshme nashta se sa me produkte detergjente normale, mirë po kursimi është në aspektin ambiental. Qëto e disa prej veprime që na si kompani i kemi bashkëbisedu se ifte me klient dhe i kemi tregu që kanë benefitet, edhe ata i kanë përqafu ato dhe pe ati momenti e kënjena i përdorin ato produkte në njërë të vazhdueshme. Besne ke përmene Horekën, Po. edhe më kujtu përmene qatë periudhë kur ti ke fillu me biznes, edhe dhe i vonë për mdokot. Në Horek, kamariere ka pas përsipër edhe me pastru edhe me fshi edhe me pastru banjën e kënej, që të mdokot ka ndodhë një major shift në këtë industrinë, apo? Po, e vërtet, marrët te sektori... Po mënej, e përmena Horekën se edhe vene tjera... Qashtë është, për shkak të shmon për nivellit të orë papunësis, njerëz kanë pranu me kry punë për te asaj për çka janë punësu fillimisht, te sektori Horekës është e vërtet se ku bisedu shpesher edhe me pronar edhe me punëtor, se na ka ra për shkak kur kemi shku me shit produkte, sene, atë normal që ti bën laf me të dhe e pyet, çfarë çkan. Edhe njëna për ankesa kryesore, masave që përmend Horekën, e kamariera ka qenë që për na shtim pronari, jo me latë pija, jo me fshi banjën, sene, majo s'o ka ndodhur. Tash janë të angazhu kompani ose persona fizik që shkojnë ja mirëmbajnë këto toaletet apo e kryjnë punët e pastrimit dhe pastrimin pak më të thellë e bojnë tani mas orarit kur të mbyllet lokali, që me pas sa më pak interferenca me aktivitetet e restoranit ose kafiqit, varësisht çka është. Kështu që edhe atu, ka një shift që është një farë formë treg pak më shumë për firmat e pastrimit, në qenë se tashmë nuk i kryjnë me punëtorët vet, po ama bëndo transformimi në këtë pikë. Po, gjithsesi, po edhe mëna zanotit ton për shkakun punëtorët që ti marrim na kanë qef mu fokusu me një punë caktuar. Për shkak që e kemi trajnuar për me la kauça, ai ka qef çat punë, që nije rahat me ta, ka qef me la kauça, ky tjetër që lan xhama, e ka çta specialitet, i din ashta zanat e tjera, po çatu nijet më rahat, kështu që kanë qef, që thënë division of labor, nuk ka kështu pastrues që i fshin krej. I din, po kanë qef mi punu punë se cilën. Ke interesant se tu përgatit për podcast e pash që se dikush do në më marrë me profesion kushtimisht po thëmë, ose do në me konsideru me shti në kompaninë e vetë këtë pastrimin, aty që i thojnë në këto kërpat, leckat, edhe ato ishën kategorizume, edhe shamponat ishën kategorizume, nuk ishtë njëjtë si me fshi një sol takimeve, si me fshi një Horeka si në spital. Qysh ndonë shtu? Na, kur kemi fillu punën në 2002, i kena pa blej pajiset, po nuk i kum ditë. Se i pajsh ato kolicat me ngjyra e verdhë, kuqe, e kaltër, pës nuk i kum ditë qëllimin, kuptimin e tyre. Mandej në 2006 patëm shku në Londër. Është një farë British Institute of Cleaning Science quhet. Ai është trup që i certifikon trajnerat për pastrim. Edhe jam shku atje, kemi kryer një trajnim, ato tani kemi mësuar këtë anën, me thonë teorike të pastrimit edhe ato që quhet color coding. Ku se cila hapsin me një objekti të caktuar me ka një color code. Për shembull, edhe ato shkojnë për shembull ngjyra e kaltërt është për zyre, edhe upper surfaces që janë sipërfaqe të epërme, edhe lecka, kova, jokeri, detergjenti, paketimi i detergjentit është e kaltërt. Edhe përveç
që është e katërt ka vizatimet aty për njerëz që janë colorblind, domthonë që nuk i dallojnë ngjyrat për mi pa aty. Tualete ka ngjyrën e kuqe, kodi kuq për shkak se është rreziku i infeksione dhe gjëra ngjashme është më i madh. Në tualet se son hapësina të tjera, aty tani një lecka detergjenti pak e ka ngjyrën e kuqe. Domosdoshmë ngjyra e gjelbët është për dysheme, manera ngjyra e verdhë është për këto hapësinat e kuzhinave. Mirë, po kjo s'do të thonë, në hapësina spitalore tani unë është me ndrua ato ngjyrat dhe më janë përshtat nevoja të objektit tash, që thonë është site specific. Domthonë varet për çfarë objekti të fol, çashtu edhe bën kodifikimin e ngjyra, po shumë në rëndësi që ato me transmetu te stafi i cili e zbatan. Edhe në çato trajnime na veç i bojmë me klientat tonë, edhe çdo të punësuar të cilën e marrin punë e nështrojët që ti procesit trajnimet, për mi kuptu pse, mas pari qysh bëhen, e dyta rëndësin për vetat operatorin që punon me produkte, këtë rast ekologjike, se arsyeja pse janë shpik të produktet profesionale është që edhe nuk përdoren, nuk praktikohen me përdor produktet shtëpiake është për shkak të ekspozimit, se ndryshe është me pastru me domestas një herë në javë të shtëpia, ndryshe me përdor çdo ditë 2 renditje. Po dhe në përshëta janë këto produktet ekologjike që me kanë sa më pak dëmshme edhe për në këtë rast për dërusin, po edhe për klientat. E përmena trajnimin si pjesë e procesit trajnimit në seanca trajnuese marrën i përfaqësues klientit atë që me kanë që thonë on the same page, njëjtën faqe me punëtorin tonë që për shembull nëse të punon ti është të ka punëtorja me lesë të kuqe, po do të ta fshi tavolinën, i thon fal që kjo është për toalet, a ki mundsi se ka mundsi që ndodhin gabime, edhe pionës tonë, po për ata e praktikojnë që gjatë seancave të trajnimit me marr pjesë në një përfaqësues, një përfaqësues si klientit, thjesht me kanë informuar për mënyrën që shkryhet shërbimi. Po ti pe përmend që është rëndësishme edhe që ky kvaliteti i produktit që e përdor ti për me kryer shërbimin e juaj. Po kur të kishësh këtu të të ndera del çmimi më i ulët. Çu shpe ballancon çto? Puna është që a ke hek dorë ke thonë lesës? Ka që 70 që nuk marrin pjesë të ndera publik. Është keq me thonë, po sektori publik është problem, po mos më thonë pa mundën me punu në mënyrë të ndershme, me fitu çfarë parë në mënyrë të ndershme. Fokusin e kemi kthy kryesisht te sektori privat dhe te organizata ndërkombëtare, ambasadat, javlimet cek që në bazën e klientave që kemi ambasada, domthonjë që kërkojnë standard të shërbimit kogjat në alt në raport jo pse na ata dojnë ata, po çashtu i kanë procedurat për ministrive të punëve të jashtme. Protokolli nuk mund është me vepru ndryshe, edhe fokusin e kemi te baza tjetër e klientave në sektor publik. Që respektojnë këto rregulla. Po. Për shembull, ki organizata ndërkombëtare ku kriteri i vlerësimit 80% është pjesa teknike, pjesa financiare veç 20%, ato nëse e kalon pjesën teknike ta çel çmimin, se kështu se çel hiç, nëse se kalon pjesën teknike ta çel çmimin hiç as mirët me ty. Në sektorin publik të na është kundër, tani herë këshyrin çmimin, tani këshyrin me letrat për me kon compliant. Edhe normalisht që na jena biznes shërbys, domthon 85% e faturimit është rroga, ose në çdo zvogëlim i buxhetit direkt ka korelacion direkt me nivelin e pagës punëtorit edhe me kualitetin e materialit të cilin ti e çon e rrjedhimisht kur kombinon këto dyja me kualitetin e shërbimit të cilin e ofron. Kështu që nuk kum dashur asnjëherë me bë kompromis në kualitet të shërbimit, domthonjë gjysh prej themelimit jam mundu me ofru shërbime kualitative për klientët me çata me auspikatën në treg. E di që nuk ja kanë arrit gjithmonë qëllimet, po jena mënuar gjithmonë me përmirësu vetëm, me përmirësu proceset që me spaku me tentuar me mirëmbajtje në nivel caktuar shërbimit, çashtu qysh edhe presin klientat se të na angazhojnë neve. Domthonë fatkeqësisht sektori publik për momentin për neve është shumë. E ky sektori privat për në ndërmarrës që po na kthyer që mendon me planifiku qëto, dhe s'po du me thonë me qëtë departament, se të na shumica bizneseve të vogla, po që kanë ato stane që duhet me pas parasysh kur vjen punët e higjiena, mirëmbajtja. Se e kom pa LinkedIn, po i bën share, po kallëzën që është adhen pjesë e rëndësishme të bërit biznes edhe kjo pjesa. Për bizneset private, tash po foli për perspektivës të facility managerit, është shumë rëndësi e përmena më herët facility management është mirë me pas se cila organizatë, nështë ajo jo bizneset e vogla, po
këto korporatët me pas facility manager in-house, si thojnë me pas dikon tyne të mundësum, për shumë arsye. Mirë po... Që e den kulshohet uji nolën. Pikërisht, do unë dikush që ka një me farë memori institucionale, din sakt se facility management ka të bëj me njerëzit, me objekte, me proceset e punës të trija ndërlidhe me njëna tjetrën. E tash, për mu kthyte të pyetja jote domon çka do më pas parasysh, është që normalisht sikur të shpon buxhetin e firmës, do të thënë çka ka më shpenzuar rroga anena, do të më bëni një plan vjetor të mirëmbajtjes të objektit, do të thënë, qoftë për mirëmbajtje higjienike, këtë rast pastrimit, qoftë për mirëmbajtje teknike. Edhe çaj plan kanë janë ki resurset in-house e bën vet kursi ki e thirr dikon të ndihmon e bën një plan të punës, edhe tani ai shndrohet edhe në plan financiar se secili aktivitet e ka një kosto të vetën. Është më rëndësishme të cek që shërbimet e pastrimit kur ti qysh të shpenzimet e përgjithshme operative janë çatu kry me shërbimet e sigurimit fizik të objektit. Domthonë nuk janë pak, për shkak shumë rëndësi që me dizajnu nevojat, ose me ditë sakt a dynti një punëtore çdo ditë me ka 8 orë, apo mjafton një punëtore 2 ditë një me ka 4 orë. Ose tash kjo është dallimi mosajna a kime mujt nëse është orari specifik me gjetë një punëtore veti përmes igjarit ta me punësu, apo dush me angazhu një kompani e cila ka qatë fleksibilitet me ta dhonë të orarin që ty të përshtatet. Qëtojnë ato trade-offs, domthonë që do të secili mi bë. Domthonë mas pari identifikimi e nevojave të objektit tyne për shërbimet pastrimit të mirëmbajtjes, edhe mas ajna ato nevoja mu përkthy me një kontratë e cila zbatohet në realitet edhe ofron shërbimin që ashtu që ty vyn klientit, as ma pak as ma shumë. Ka raste për shembull kur mas shpeshte që ballafaqohen me situata është e kanë një kompanitë kanë një all-rounder që e përdorin ndash për rrym, ndash për ujë, ndash me çumë ble burek, ndash kate, domthonë krynaj. E vërtet Gjelezanaj kur vini. E vërteta është që don ai din të na ka pak, po asnjëun çish duhet. Edhe kushton shumë më shumë se sa me marrë një kompani e cila ju përgjigjet kur ka nevojë. Jo është me pas të letërën, të letë se nashta na vjen diçka, po thirrin edhe normalisht draftohet përveç kontratës edhe kjo service level agreement ku definohen domthonë përgjegjësitë, koha reagimit, zakonisht kontratat që i kem na e kem në rast emergjencave me në gjatë minutave, në rast të tjera intervenimit kryer në ditës, janë inspektimet parandaluese që i përmena më herët ku në kodët kontratës seket që kaq herë mëna mujtë të marrë ekipa me inspektu objektin. Që kjo është ajo forma qysh, po më ka forma ndryshme, po që kjo une të isha konë vend tyne qështu e kësha menue, për shkak se është ma cost effective, edhe mbi të gjitha se shpesh këtë teme ka me klient, atë se si të mos kur bojmë negociata. Okej, na mujna marrë vesh qysh dëni, s'ka problem, po është shumë në rëndësi si që ajo që të mirë me vesh, kur përkthehet në realitet me konë sa më afër që asaj që shkryhet. Se ka raste kur ti në kontrati shumë keqen, po tani në realitet ndodh diçka tjetër. E këto ndodhen zakonisht. Lyp diçka ekstra qysh? E këto ndodhen, po jo, nuk është që lyp, po fillojnë që thojmë hangër kthesat firmat, apo nuk e kryjnë, nuk e zbatojnë kontratën që ashtu qysh mirën vesh, apo ja tani lindin konflikte. E kjo zakonisht ndodh kur bëhet presion me ulçmimin, tani jo gjithkusht është i gatshëm me ulçmimin, po ka si që janë desperate edhe marrin punën me çdo kusht edhe masanena fillojnë mos me kry shërbimin që duhet. Se është një aspekt tjetër që është shumë rëndësi te facility management është apo te menaxhimi i kontratave është mbikëqyrja e zbatimit të kontratës. Edhe sektori privat që e përmene, te sektori publik, që e përmene, sfida kryesore për dikon është me marrë tenderin se tani mos dihet as çka bëhet. Çish kryet, se shumë pak e heqin mbikëqyrën. Çfarë sapuni çana? Pikërisht. Në sektor privat ai nuk do se interesi është direkt i pronarit edhe me dashtin nuk lën ai që thonë me inxhina me to. I rrin gati e mbikëqyr kontratën e sigurohet që të jetë zbatuar në formatin që ashtu qyshin i marrë vesh. E përmene sigurimin, kompanitë e sigurimeve, a kiti këtë problemin se ata që ja marrin punëtorët njerë bëhet kontrata tani e këshyrim janë me pasat të mërena? Qëre, nëse e ki fjallën kur e trashëgon një kontratë pe një kontraktori para prak, apo? Ja, kështu, punëtorët e të me tinala, ta më mënu mi marrë. Po, na e kemi pas këtë problem. Qërë e ke zgjidh? Që po të kallëzoj. E kemi pas përmeni, u ka një qenë tregtare, edhe i kemi pas punëtorët e pastrimit në food court, edhe kishun problem se
si mon 10 euro ja frike ma shumë ai restorani atë në food court, ai leke punën të na dhe shkoj këtë aj. Edhe normal kjo në bazë këshillave të çmon të avokatit firmës i kemi bë training fee. I kemi bë training fee për shkak se kena zhu resurse me trajnuar punëtorë dhe kemi çojt në çmim që në rast se punëtori ndërprin kontratën, adhen se edhe ju thësha punëtorë nëse është të ofruan 100-150 euro më shumë, okay, shko, po për 10 euro nuk ka sens. Edhe çaja e ndali tani. Çaja training fee se rasti i parë ndodhi i thash po, merret, s'ka problem, po ç'kjo është çan ka kushtu mu me trajnu këtë punëtor, nuk ka të lash edhe unal. Se është evidente çaja. Sa është ky kosto investimi në trajnimin që bëni? Varet për i kohës që e kalojmë, për shembull, për stafin që është i maturuar, në kuptimin që punon që shumë vite, është kogja e lartë. Është kogja e lartë se nuk është veç shkallësitë që i ka ai, po e përmend më herët atë memorien institucionale, për shembull, kur shkon një punëtor unë në ambasadën, i nxeh komplet si me hin shpejt vet. E nxojnë ata këto si person. Edhe pse procedurat na obligojnë, edhe procedurat e sigurisë sane, po ata e di që se kanë ata problemi. E tash ti nëse shkon si shpesh të ndru punëtor, nuk është një lloj. Domthonë është pak më vështirë masanina gjithçka se nuk është më ai niveli njëjtë i besimit që e ki me klient. Domthonë se sa të marrin seriozisht ty klientat varet shumë edhe prej sa ki staff retention. Se nëse ton kohën shkojnë fytyra ndryshme, atëherë është pak problematike edhe është një farë, dorën zemër është një farë lloj sinjali që diçka s'në në rregull në kompani. Nuk po mujnë me bë vend. Na çat problem fatmirësisht përmenda më herët nuk e kemi një bazë klientave që po më janë të rëndësisë të veçantë, domthonë ambasada përmenda më herët, organizata ndërkombëtare, kompani private, banka, për cilë kryjmë shërbime në bazë aditore, edhe çon për me mri çat nivel, domthonë të çon perceptimit në treg, vyn çon kogja kohë që e kemi në 20 vjet, edhe staff të besueshëm që e kemi, domthonë staffin që punon kohë gjatë me neve. Ju jeni ndër të parë që keni pas call center aty? Po e kemi për ditës parë, domthonë e kemi qenë të thirrën një herë në kon 2 veta, tash janë 6 që pranojnë. Sa shtirë me shit me telefon? Nuk e di na shto një thirr ato kolegën me pyet, po funksionon. Po funksionon se e kanë bën një kohë gjatë ato punëtorët që janë të punuar ato dhe kanë thirrën, jo po shpesh thirrën namna me klienta se njihen, personalisht se marrin shërbime klienta shpesh. Ku je fadel si kilote piha që 3 muaj deri na ke bë merak? Saksisht ka si bisedat që bëhen ose ka raste kur vijnë klientat mi pa ose dojnë mi pa që shdokën atë dhe kanë qef kur vijnë mi marrë të pijat, dojnë mu pa me to, çmon bin kanë erë dhurata, dhe se është qasi raporti, do një ofert me klient edhe thirrin kanë të lashe ndryshme që shmi abo për këtë punë, s'do me thonë me kryna intervenim, po i thonë këshill për mes telefonit, s'është të thonë që me monetizuat fa raporti, po është thjesht ideja për fillimit është mi shtimu një ata që e kanë dikon që mujnë më drejtu në çdo moment për probleme që lidhen me shtëpitë ose banesat të tyre. E përmene që po duhet edhe mas orarit me punu edhe adhin është me stres, me deadline, me kejt, qysh e menaxhon që të stres? Forse të veta që po pëjmë para se me flaj. është të bëndë të fshia të thirë një klient po planë. Nuk është e letë se e përmena më herët i kemi ekipit e kujdestarisë të cilët normal nuk është që ju vjen si piqellit kjo farë thirrja në 9:20 natës e presin, vetë faktin që kujdestarit din. Po fatmirësisht nuk kemi shumë emergjenca përmena më herët, po flas për bazën e klientave tonë, edhe normalisht është procedurë thirr, e kemi këtë problem, e thirr ekipën përgjegjëse, pra po thonë kena atë farë në bazë kontratës 60 minuta me reagu, kryesisht e mrima deadline, edhe shkojmë me kryer intervenimin, se nuk do me thonë kur është reagimi emergjent, mjafton mushuaj e nevoja për emergjencë, tani kudo që lejojnë rrethonat, vazhdon të nesër në mirë është në orar të rregullt me atë problem, rëndësi është nuk me shu atë farë rrezikun imanent që është në çat moment, edhe tani nesër në mëngjes vazhdon me përjashtim të rasteve kur do të me bëhet disaster recovery, sigur që kena pas vjet me kanalizim që përmend ato ku do është pashmang shumë me vazhdu me punu të natën që të nesër me konë gjithçka në rregull. Ti përmendën që keni bu biznesin me partneritet.
dikush që don me nis biznes me partner. Që janë 3 sene që duhet me këshyr te partneri. Partneri shpesh e përmeni për shkak përvojës është sikur martesa. Po, kanë shumë ngjashmëri. Normalisht në literaturë shkruan që partneriteti është kur 2 ose më shumë persona bashkohen për me realizu një qëllim të caktuar në biznes, edhe kryefjala këtu është për shkak të kontributit të pazavendësueshëm që e ka qaj. Nëse qaj kontribut është i zavendësueshëm, nuk i nevojë pas partner e merr me rrugë dikon. Po. Do të më këshyr për çka është i pazavendësueshëm, edhe ai është përkohësisht apo është çmon për një kohë më gjatë. Këtu aspekti profesional, e dyta zakonisht të partneritetet krijohen midis shokëve gjatë studimeve ose kur kanë se njohin njëri tjetrin, është besimi, që është shumë e rëndësishme. Edhe angazhimi mosonena. Se edhe mbi gjitha, se tash dule 4 është vizioni përbashkët. Nëse partnerët nuk kanë vizion përbashkët se ka me shku firma s'paku 3-5 të ardhshme, nuk e shoh çujt partneritet. Edhe do të më rrit bashkë tonë. Nëse janë 2 ose 3 ose 4 partnera së më rëndësi, rritja në aspektin personal dhe profesional do të me konë qëtu me secilin. Se nëse ka ngecje masanena, nuk janë më të full gjuhën e njëjtë. Lemo me ndonë një vizion përbashkët për tarmen. Tani vjen atë që e pa zavendësueshme, bëhet zavendësueshme edhe. Pikërisht edhe çatu tani fillojnë problemet e zakonisht që tu partneritetet shtuhen në fillim, një pjesë zhatin pak më shumë, po këtë varet për këtyre faktorëve. Se qysh i balancojnë, sta faktorë që i përmena. E kisha me thonë njësen ato partneritetet më të janë për shkak të kapitalit. Nëse nuk trajtohen mirë, e merr tjerë taktika veç për shkak pareve, nevoja për parë nëse zhvillohet biznesi shkon të zvoglu dhe tani çatu fillojnë problemet. Se nuk kanë exit strategji për ato që i ka financu parë dhe kum po shumë qasi biznese që janë themeluar kanë ecë mirë një 3-4 vjet tani dikur nuk kanë vazhduar me ekzistu më për shkak të probleme se për shkak të asaj se duket që s'është të kontribu. E përmend gjërat të reja që po vinë tash po vinë treg, kur po i këshyr mi marr në punë. Qysh për vlerëson? Çka janë 3 sene që duhet mi plotsu dikush për me marrë me punësu në kompanitë juaj? Po, për mu, i thom shpesh, kandidatëve dhe zakonisht i preferoj me përjashtim do pozita që janë pak më seniore, edhe pse politik me atë kompanisë është gjithmonë mi avancu një jashtë mbrana. Edhe sado që nashta nuk e njohin mirë punën, për mu është më rëndësi që thojnë kështu popullor që është insan, për qatë sajnë që. Çfarë brumi ka. E tani këtë pjesën profesionale e mësën. Qoftë jam mësojone qatë sa di, qoftë i ofroj trajnime, po për mu është shumë rëndësi për një kandidat potencial që do më punu në shtëpjak është çaj brumi, a ka brëm, në kuptimin e njerëzillakut. Kjo pjesa profesionale është më rëndësi, po nuk është krejt. Nashta për shkak të që është low entry job, mësën sene, po flasë për punë operative, stash nëse ndajmë këtë pjesën administrative ku duhet me pas një uri edhe që bëhon akademike, është të tërmuhabet. Po flasë për këta që punojnë në operativ, mjafton me konë me pas vullnet me punue. Si të ka vullnetin atë drive-in e mrenshën, si që ato së njëpë kërkojnë, s'ka lidhe çfarë profesioni, si mund s'ka drive mrenshën me punu, bëdja është. Nëse ka që drive, atëherë tjerat i thëmë, na mirë me ty, edhe nuk pritojmë heq me investu në ta, qka dhe që i ka nevoj. Ka vinë 18 vjeqar, 19 vjeqar, s'ka lejet kjerit, do unë asistojmë në atë aspekt me financu për me ma lejnë e kjerit, ose do me mësu qka do që i ka nevoj, se tash edhe i thamë që ku i ki këto mjeshtet këtë profila, do më po elektricist, veç që kërë me elektricistin dhe për cilët qka do po, mësëm për tina di qka. Mos për e krym. Po, u instaluz, apo do qka do unë i ka dyrë të qelën, edhe njëjtë dhe kjo pjesë administrative, që është, një sanë është të sigurt, i thamë edhe ajo është, që këtë kur bajat zbohet, se kur asë një ditë nuk është të njëjtë. Gjithmonë ka sfida treja, situata treja, gjithmonë ka çdo ditë. Edhe veç a dënë me mësu, edhe nëse i mbjetën që ti ambientit i tani mënesh me punu ku dush tjetër. Edhe pse ideja është mi mojtë sa ma gjatë, po që me në caktum
do me ndru ambient, kudo që shkon me ki malat son shtëpjak. Mirë po këto është vend me punu, me mësu, mu zhvillu. Bashk. Do unë se që thujmë, e përmena marë atë në që unë me një pjesë punëtori më shatarin arrit bashk që thujmë kompani, që 22 vjetë, 23 po bohen, edhe i na zhvillu bashk. Do unë, që kjo është, për mu është ka me rëndësi, dhe vazhdo me ka me rëndësi si punëtor më një, si kur në shpet vetë, më një rahat, mos me pas atë farë, që unë barjera, në komunikim, mos me pas barjera, asë një loj, që thjesht me komuniku shlirshëm, mu sill shlirshëm, edhe qaja nashta është një pe arsye pse e kena qëto staff retention, e kena të nëllë, dhe unë rrimë punëtor, nuk kemi shumë turnover. Po kjo industria shërbimeve pak treki me menaxhu me maj. Po të kthejmë kështu pak ka shteti. E majnë men kur unë jam në Amerikë, atje shteti e rregulloi që të mirë mbajtjen, do sa do të më kon bari i rritën, çfarë ndriçimi, këtë ambienti. A kena na rregulla të na? Na nuk kem çon rregulla. Ose çfarë rregulla duhet me qitë në ligj? Nuk ka për momentin, domthonë është hales mon sektori pa rregullum. Domthonë përveç ato ligjet e përgjithshme që është ligji i punës, se këtu nuk është diçka që e trajton veçantë sektorin e facility management, do ka shumë hapësinë për me punu në drejtim. Çka ka pas nisma për i shtetit ka qenë, po flas tash për këto objektet që janë e banimit përbashkët. Është ligji për administrimin e hapësina përbashkëta, është edhe udhëzimi që e ka nxjerrë qeveria se qysh me zbatu ligjin. E tash për të kallëzoj përmes një rasti, e mendoj se komprit, ose është potencial relativisht i madh, domthonë me punu në administrimin e hymjeve, domthonë hapësina përbashkëta në banisa është kogja treg, edhe komprit me padorim që tash mu bë ligji udhëzimi administrativ që me mujtë me zhvillu aktivitet atë, se problemi kryesor është inkasimi, shkalla ulët e inkasimit. Edhe kom menu që me ligj ka mu rregullua, jo dhe tash ju kom nënshtru trajnimit, se Ministria e Mjedisit e pat licencu BT-n për me bë trajnimin dhe licencimin e administratorëve. 2016 në kon kjo, edhe ju kom nënshtru trajnimit, e kom marrë licencën, edhe e kemi nështru si shtëpjak një kontrat për administrimin e një kompleksi banesor në Dragodan. S'pja përmena jamnin, edhe nënshkrujtëm kontratën me Këshillin e Banorëve, dhe tash unë desha me ditë sa është u zbatu ligje dhe sa ka më na mbrojt neve si punkrys. Edhe në bazë të udhëzimit administrativ, se cila komune ka për obligim me pas regjistrin e administratorëve, qasoj komune, edhe regjistrin komunal të kontratave, ku do mon ti si administrator mas pari kur e merr licencën shkon regjistrohesh në regjistër komunal, që me ditë komuna për shembull e Prishtinës sa administrator ku, edhe me regjistru kontratën në bazë cilës ti ofron shërbimet me ditë cilat njësi banesore jeti tu i menaxhu si kompani apo si administrator. Edhe unë shkoj në komunë Prishtinës, edhe te departamenti banimit, tash jam administrator i licencum, po do më regjistru. E lypin s'ka regjistër, s'është. Tash okay, s'ka ka regjistri administratorëve, tash regjistrin e kontrata asaj ekziston. Nuk është që donë e kam bë veç sa për me thonë, nuk du me fajsu këtu kërkon, mirë po nuk ka funksionu, si pas ligjit që ajo, edhe e kemi kry atë kontrat një vjetë, dhe nuk kemi vazhdu me kry shërbime në qatë lami. Kemi kërkesa shumë, po momenti kur nuk e kitë sigur të inkasimin të rreziku komplet jo vetë qatë aktivitet, por nashta dhe kompanin për zësi, për shkak se ekspozohesh një rreziku të madh ku ti investon resurse njerëzore, investon material, investon këtë në fund nuk arrin me inkasu. Por në qatë hymje e kemi pas 52% shkollën inkasimit dhe kemi pas që nuk ja vlen. Se kena shprime pa po. Jo, që kjo u konë në nisma për qatë sa unë e di në qëtë aspekt për me tentu me regullu, për në të regu si i tilë funksionon, po jo si pas ligjit. Difordia, a veden që është organizat jo qeveritare këtu për qëto sene, e bëshin do salone dhe fëlshim për zhvillimin punën e komuniteteve, edhe unë kesh pesimist pak aty, thash që thash. Ajo që po kërkoni ju, bote na, kur nuk ka nevoj me qipa liftit. Është se kur e kuptojnë që është e përbashkët dhe na duhet me shku, me pagu, me mbajtje, kësi sene, thash që atëherë kena rritë qëtë nivel. Atë kërë shambull praktik, saksisht për me kalzu situatën. Për mu, qaj me qujtë period projekt, do më mi kalon shumë informata dhe kom po që
si shtëpiak nuk kemi të gatshëm që ato rrethona me vazhdu me punu, përndryshe kompanit kanë investu në teknologji, kanë sovera, i kanë çdo qipat, po sa e në të leqshme të mja mohu drejtën dikujna me udhtu me lethë që thojnë, nuk e di. Ligji atë cen nuk e precizon, po... Podcastin që e pata para pak kohë, ke Edi Demaj, ata kishin marrë një software shumë madh me poçtu facilities edhe çfarë përdoret. Kështu që trendit kallëzojnë që është tepër e rëndësishme kjo pjesa edhe që përmend edhe ti është kogja data driven me ditë ku çka qysh tek. Çka është next në këtë industrinë e juaj? Kjo AI, pashmangshëm, ndikon edhe në punën tonë, normalisht. Që ka me fshia, se do shumica postimeve online, AI po të më milion teshat, jo me më kallëzu mu. Pa i ka robota që edhe fshim, po... Se që kjo ergjini edhe një 2 muja, se me AI kejt. Ka robota që edhe fshim, po puna është që do mos në vendet e zhvilluara ato janë të praktiku, edhe për shkak mundësie financiare ka robota, që fshin në përqana tregtare, janë këtë automatizuar, i kanë stacionet ku shkojnë më mush, ku e derdhin kanalizimin, ku mushen me ujë, nevoja për njerëz shumë e vogël, njëjtë edhe thise që është robot. Po në vetë ata robota tu marr vesh me lon punën, fëkshin gjithë vete, AI, që është të kanë të sabotuar aty, ku të vitin 2 natës. Te na po më reali është herët për shkak se është teknologji e kushtueshme edhe këtë tregun nuk mund financiarisht me përballue. Asi lloj pajisje, po AI-n në kuptimin e punëve të zyrës, punëve administrative, po. Jemi të e përdor, jemi të mësu ka pak, po në animon, do raste apo procese të caktuara, me na i lehtësue. Disa aplikacione që i përdorëm, shumë email-at ato veç që i kanë instaluar, drejtat i kanë edhe e call center ato në call center akoma jo, për momentin me folme sta shqiptar tonë AI është pak problem se edhe unë jam i thari asoj që diqysh edhe unë kur thirrë dikon kam qenë me fol me njëri jo me dikon që se di është njëri çka është, po për momentin nuk kemi ndonjë plan të qendra thirrjeve jo në këto tema tjera varësisht që ka zhvillime në treg, po për momentin e përmena marrë teknologjia për tregun e Kosovës është e papërballueshme financiarisht. Jo, pse nashta na s'ke mundësi me investu, po tregus është i gatshëm me pagu për shërbime të tilla. E kështu e pa të pas ndohet një ide kur kena pas fol me bo mirëmbajtje mujore. Ti vjen mi kry 20 shërbimeve, ma he galin me menu mu për që të sen. Po. Qaja ide s'pa të marrë ujdi që? Kemi fillu, njënën për çmon produkteve që i kemi lansu, kur e kemi lansu shtëpiakun, nuk që kemi mbajtja vjetore, ku normalisht nuk i kemi ditë krejt senet në fillim, edhe kemi bo gabime, pashmangshëm, si çdo startup. E kemi bo pakun e shërbimet mirëmbajtjes teknike, mirë po nuk e patën kufizu numrin e intervenimeve. Okay. Edhe çka ndodhi tash kena pas si klienta që me sto konë se zgaboj gjallaterën vet. Edhe ka pas klient që i ka marrë 22 intervenime për çdo gjallaterë, se thëke unë i kum pagu parët, edhe na dëshën me nderu atfar obligimi mos me lënë gjyst. Fatmirësisht nuk jam konkret, u kam një numër i vogël që e kanë keq përdor, një pjesë tjetër e kanë përdor realisht kur kanë pas nevojë. Kanë pas vakt ata. Si dash. Pikërisht, çaj që u konë 22 herë, ai pe tyre një 15 herë i na shkuaj kështu me çu sigurisën, atë. Edhe i theshëm çat probleme e kithë po ju kum pagu juve, po duam të shizu. Okej, në rregull e kemi respektuar far kontrate. Kur u kry, masajna që thonë më shumë edhe na. Se bësh për të dhënë 5 euro çu, vesh çana listë. Jo, tani po në kurar vakti me vazhdu, ai bile çaj klient specifik tha, jo më me vazhdu kontratë tash shumë mirë. Tash e ki gjallatera deri në 5 intervenime vjet. Edhe e la. Se u desh keme qitë një barierë për qëta që potencialisht e kesh përdorëshin shërbimin, po pra po thëm një pjesë e madhe tyne e kanë shizu realisht për çka edhe u kanë qëllimi i atij shërbimi. Nuk është që kemi nalë krejt, por nuk e kemi promovue. Ka mundësi që e reinstalojmë atë farë oferte me një format pak më ndryshe,
po gjithmonë se ideja është se cilit shërbime, se cilës kontratë është për mja zgjidhni një problem dikujna. Jo me shkaktu shpenzimet pa nevojshme për një shërbim të cilin ashtë edhe nuk ka nevojë. Kështu që ka mundësi që rikthehet ai si shërbim apo si ofertë, po e ridizajnuar. Ta që bëjmë 2026-ën, çka është do në përboq këtë planifikimi i buxhetit biznesit, çka janë ato 3 sene që duhet mi para pa, që duhet çdo biznes mi pas të shërbime? Po. Po flet për perspektivës të unë si komune, po. Na do në vazhdojmë të investu në mjetë e pune. Do në gjithmonë të avancu shërbimet, përmes mjetëve të punës të cilat maharet si kemi pas, apo shërbimeve të cilat maharet si kemi ofru për arsye të ndryshme. Investime njerëz, në trajnime shtesë, në procese të reja të punës, edhe qonë investimin tjetër që është shumë të rëndësishëm është lancimin e shërbime të reja të cilat menojmë 2026 që është fillim me lancu, e përgatitet për to veç thujse e në finalizim e sipër, po nuk po du me spoilerot tash, se do një shërbime komplementare, nuk kam e kom diçka jashtë asaj çka jemi të bo, po janë shërbime komplementare me këto që veç jemi të bo. Po që se në halakate që tash po du me i pas parasysh që to. E kom qartë, do në dhëtë të nkohen, po më nëjë se cili biznes me menu se çka mënet me ofru për të asaj që është të ofru tash, të e di që të nkohen konkurenca është të urit, do në edhe mrena për mrena lojt, po edhe të orë lojtarë për jashtit. O dhe kështu që se cili biznes po besoj e një tregun në vetë edhe edhin cilat janë ato me thonë threats që mundet mi pas edhe që mundet mi parandalu. E ka njëherë një threat e parandalën të i pritë i parit të e marë primatin për qatë punë, të e bo investimin për qatë punë, investimin në njerës, të e komponu ekipën, të investu në mjetet punës edhe të i përcjell trendet fatmirësisht. Nuk kem nevojë shumë sane me shpik, do në ka shumë sane që mu kopju, mu repliku edhe mu përshtat rrethana në Kosovë, do në se për shembull tash e kem një event në fillim të jetorit madh në Norvegji, është konferenca më e madhe për facility management, edhe ato është vend që do të më shku, me këshirë se ato bëhet bashkë që në pjesë akademike, do me pjesën e industrisë, edhe do në të nkohen ki lajme të reja që vijnë për kësaj lamia tash ti dush mi përcjell ato trende. Po, për me di tash sa aty janë zbatueshme në Kosovë, apo pjesërisht apo tërësisht apo çka mundesh me bë me to. Edhe tani që përmendëm anë atë kolegën prej që ka qenë fals këtu para meje, do ti dush me këshyr, ti dush me këshyr se për çka ka nevojë tregu në lamin tonë. Edhe që ato saksisht jem të e bane, që ato du me bo se cële biznes, po, me shti për para. Po, studiat lash pa full në sen, pa të pyet diçka. Në familja po të përkra? Kur për thu du na mu qënë 2 natës, më shku? Fatmirësisht një që përmene familjen, se normalisht që pa përkrajet familjes, kjo asë një s'kish mujtë me ndodhë qysh prej... Po që në 2 natës me shku, me hinë shpet huj dikuj, me intervenu në kanalizim. Puna është që doon qysh prej kur e themelu kompania, normal kratë djathë të kam grunë, fatmirësisht, adin që shumë pak një pjesë, shumë klientat e din krejt, po në ashta një pjesë e komunitetit nuk e den, bashkë doon për ditës parë, bashkë jemi në kompani, ajo e ka të pjesën e quality assurance, që ato e ka specialitet, përveç punëve tjera që i ka dhe të shpia, edhe normalisht pa mirë kuptim sajna s'kish pas shans me ndodh kur gja, odin se është punë pa orar që ti dush, unë që thujnë e din kur del, pa tani s'dihet kur thesh në shpe, që është angazhimi komplet familjes, tani po ketë që ajo u bartë edhe të fëmija, tash e kem djallë e madhe Rionin, që i ka 20 vjetë edhe që u bo edhe i ndërmars, që 2 vjetë e ka kompaninë e vetë, po këtë qajtë thar drive-in ton e kena përcjell edhe të fëmija dhe është shmon familja është 100% mrapa, çdo vendimi që e marrë, çdo angazhimi që e bëj, se përnyshe jone, po nuk besoj që asnjë ndërmarrës kish mujt me funksionu nëse s'ka përkrajet familjes, se unë shpesh i them, nëse dën punë pjetetëve në 4, në rregull është, mujnë shumë sene mu bo, po edhe shumë sene mos mu bo, në kuptimin e investimit personal. Po tash nëse dën ti mi pas do liri caktume, do është mi bo do sakrifica. E njëna për ty në është orari, apo koha që ka kualitative që ti e kalon me familjen.
Dhe është sakrificë e madhe, tash dikush ato e vlerëson, dikush më shumë, dikush më pak, po vjen një moment që nuk isha me pas si që thonë regret. Edhe që të kisha kalu pak më shumë kohë me këto ose me ato. Kur je ndërmars, çaj është çmimi që e pagun. Edhe tash jo gjithkush është i gatshëm me pagu asnjë. Vërtet. Ja, po me provu kanë drejtë secili, kështu që po më a kina i rekomandim për libër që do gjithkush me lexu, se si ndërmars? Unë për vete, zakonisht librat që i lexoj janë çfarë fokusin e kanë me facility management. E kom lexu s'mrami herë për të kësaj fushës profesionale, e kom lexu një libër për startupe, pe harroj titullin tash është ky njëri prej themeluesve të PayPal. Okay. From zero to one? Po. Që s'më kujtë titulli, më kalon shumë përshtypje, Ty Peter Thiel. Po, Peter Thiel. Investitori i parë në Facebook. Po, jashtëzakonshëm. Po më qëre, ideja, unë kam mësuar shumë edhe prej muhabeteve me ty se sa e rëndësishme është kjo mirëmbajtja e ambientit, pastrimit edhe gjanave tjera, edhe çdo statusën në LinkedIn që dilshin, po dëgjysh Shtëpijoku është ndër kompanitë e para në service industry të tipit çfarë është sot, edhe shumë njerëz nuk e kanë menuar që duhet më outsource ky sen, atë që mund dikush tjetër mi kry, po realisht kjo kozgjatja që ju ofron në shërbimin tregon që ka qenë nevojë dhe do të qëndroj si nevojë për me pa. E kisha nevojë me pa dhe tjetër dhe me kuptu që ka njëherë edhe nuk duhesh me prit momentin për me nisë një biznes, edhe se po më duket me pas ChatGPT-n atëherë e kishe pas më kollaj. E vërtet, unë çmon jam shumë falënderues çmon periudhës sa kom punu në Mek, se kom mësu shumë për atë ujt. Masanena kjo pjesa e amjanis a mos mjanis u kom këgja një farë rreziku që e patëm ndërmarrë kur e kena themelu kompaninë se o dash me lon punën për me nis diçka që s'u kom bash e sigurt a ka me dheza jo, fatmirësisht doan ka funksionu, po çmon ju kena ekspozu një farë rreziku këgja të madh për diçka që si na kom bash sigurt se çysh ka me funksionu. Kujna ja atribon që sukses, çka ka qenë qaj drive, qa... Po, normal drive se mos me konë drive se këshon bëhat sen, po qëmon këtë sukses nashta është një person që kemi punu bashkë në Mek, ka qenë ndërkombëtaraj, edhe i ka pas normal përvoj ma shumë këtë falami, edhe ajnëherë më kalon se më konë të lom punën në 2000 se më doket që se s'më isha me vazhdu me kry fakultetin, se kom pas si prioritet kështë me kry fakultetin, edhe isha me lom punën. A ke kry për pastrim fakultetin a isë njëtë? Ja, kom nisë në ekonomik, në 99, po me korespondencë më doket i qysh si po mësej përmensh edhe patalon, tani dhe isha me vazhdu edhe më pat shti mos me vazhdu dhe këte jetë të punu në edhe këtu jetë të kry 3 fakulteta me punë që jetë i bo, vjen ko edhe tani që është tërë puna, dhe në 2005 çmon e pata regjistru fakultetin ma shumë për me kry amanetin e babës, si thënë, me kry fakultetin, po nuk jam pishmon se tani aty kom pas mundësi me mësu shumë për biznesin, për me menaxhu biznesin edhe rrjedhimin me ish kolegë që tash janë secili i kine për pozita ndryshme në për korporata ose në sektor publik, ministra, sene, edhe çmon po, është periudha në Mek nashta që ja kisha perioda që kom punu që ja kësha atribuar dhe më atë farë meritat pëse dhe më kom vazhdu e kom marrë atë guximin për me qelë këtë biznes. Jo shumë që ma ka morë menja që ka me pas nashta sukses që shtu në mosën që fare është tash, se kom imaginu asë njëherë. Mirë po, o konë pra po thonë që shtu në situatë ku hajde pohime dhe del të grejsh. Që të na me pick-up po vjen, alo? Po në i gare me usa. Se ki kjerën e mirë të na, nuk je i suksesshëm. E kam qatë problem se edhe gruja në tek, edhe djali me ndru kjerën, po disqish një në ratë të. Është mjetë punë edhe për veti
Çmon jam hands-on, në punë operative jam i kyçën, çdo ditë edhe për mu po krym punë, jam rahat me ta. Why fix it when in broke? Po, bashkë ashtu. Besoj faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për ty për mundësinë, për më shpalos çmon disa aspekte të jetës tëmë, dhe të punës tëmë, dhe të biznesit tëmë. Unë që kisha pas qef është që kushdo që sa do pak, ka pas ku me ngu këtë podcast edhe me nën më marrë me këtë punë, isha thonë veç vazhdo, mos u nalë se ka perspektivë, si profesion është relativisht i ri. Bardhën të nanë që ka perspektivë. Ka potencial shumë. Tash nuk po flas veç për pjesën e pastrimit, po si profesion facility manager se është kombinim. Po, është kombinim me çavallëne punëve teknike, jurist, ekonomist, gërshëtimi kajtë sana që dushmi pas për me koni facility manager i mirë. Njëti sana dhe komunën, kjo zgjedhje komunën që ke, aden e falshin kështu në për online debat punën e ndriçimit publik aden, edhe tash me këto 4 vjet e fundit është bu një sistem, jenë qitë një lloj banderi, një lloj sistemi, një vend kulshot, edhe kur argumentojsha këtë qasje të ekipit komunës, se që po s'ka pas nevojë isha, o njëri isha, për para, një mahalli ka pas një për bandera tjerë, një tjetër. E që kjo lidhet me qëtë facility management, që unë për veti, për shembull, për shkak provojës që e kum pas, edhe kur po punojnë atash këto në zyre për që për shembull për ndryshim, në të blin një brand, një lloj kamere, një lloj kategorie për shkak ose për shembull që për road, se është më lehtë me menaxhu, ne pedi që më me bu me më të lira në një, po in the long run, po është që po të liron kohë, po të liron stres, po të liron me menaxhu. Na kena pas do lulet e din, 4 herë i bleva ato lule, 4 vejta i konsultuva, edhe u thojshin, edhe shku mi bënën plastikës, edhe jo që nuk ja vlen me ble ato, po ideja është që ti nuk po ki kush me ti mirëbajt, pa ta thim telefona, a mund ma afru shërbim me mirëbajt lule të vëllat, po du me pas lule në zyre, të paguj mirëmbajmi. E kështu që po du me thonë që vëdësimit se ka rrit, edhe ideja pse bojmë së këtë podcast, është me pa njerëz që nuk është punë e lehtë, aden është e rëndësishme për të bo biznes, sepse sidomos në horek dikush si po shet diçka flisht keq preferafon për qetë online edhe po bota e madhe, aden apo ki është foj ki dikuj tjetër ose diçka tjetër, aden. Saksisht. Që kjo është nuk është profesioni më i lehtë botë, po i ka ato its own perks, që thojnë i ka të mirat e veta për ata që e dënë, se tash një punë kur e bën me qef, normalisht që gjenë mënyra që me kry, kurse dënë gjenë arsye që shumë së me vo. Kështë që kushdo që e dënë këtë punë, është profesion i mirë edhe normalisht është kërkues, nuk ka vikende. Të nësë ka shkollë për facility manager? është një në kodër të UBT-s, është një departament për menaxhimin e patundshmërive dhe infrastrukturës, që mirë që ma kujtova, shfrytëzoj rastin mi falendërues se kom qenë pjesë atij kolegji në 2013, edhe ma kanë mundësu një vjet me kry në Norvegji, do në master, kom kry për facility management. A do pas ke kry shkollë ti për këtë? Po se më ka interesu kjo pjesa akademike. A ma ne të kujna ke në Norvegji? Jo, kjo nevoj personale, do në se është shumë rëndësi përveç njohurive praktike me njoftë të këtë anën teorike të punës, për shkak se personalisht mund ka një mu shumë, asë një që ajo mu dhe kompanisë, normal, për me mujtë që thuj me konën top of the game, me ditë për çka i të full, do me full me kompetencë, kur full për tema caktume, edhe shumë kjo pjesë akademike të ishtë në kredenciale që... E vërtet, që do kur përthu kredenciale, po kujtojt edhe furja, që ka vaj, o i ti qik birat burin të njëftujmë kusha, që ka bëna, atë në shpe. Edhe e qika, bëna djoni, thët aj ploki, dhe që ka përnë atë djoli mje. Tha menageri sigurisë pra në fabrikës tjegullave. Tha strazhorën ciklona, për levre të dole, se... Kështë që të pëtëm, kjo facility manager nështë të tinglon pak, po ka shumë përgjithësi. Une për vete, që mund se e përmena në 2006 një me konë në Angli për training, për me mësu, që mund aktivitetet e pastrimit, sto color coding,
mos në aktivitete ndryshme të pastrimit që lidhen me pastrim të zyreve, ambiente spitalore e tjera. Kjo pjesa e masterit që e kom kryer një pjesë në Norvegji, një pjesë të, dhe mund ka ndihmu shumë masterina me poni në fotografi pak më të madhe të komplet që funksionon ekosistemi. Edhe kjo u përkthy masterina edhe në biznes, në sukses, në rritje të biznesit, për shkak se jo domosdoshmë dhe klientat kanë herë dinë sakt çka dojnë, dush më unimu me arritje çaj qëllimi, çka ata saktësisht ju vyn. Edhe kjo pjesa e akademike më ka ndihmuar çat aspekt shumë. Sidomos çat një vjet që e kemi kry bashkë, kemi qenë me 2 kolegë tjera që kemi shku për Kosovës atje. Edhe më ka ndihmuar shumë asajna në biznes. Që kjo, është shumë rëndësi që thojnë kur të ulesh tavolinë me dikan, me ditë, me fol me kompetencë për punën që e bën. Po dhe ai Blini që ke e tha shumë mirë dhe në tha, të na çfarë dush në biznesi në Kosovë, me qenë veç ofro shërbimin, kështu që shthu, kime pas punë të njëtën. Po. Është e vërtetë se me kompetencë me ke. Po, është e vërtetë se çashtu funksionon sidomos me korporata ku janë shumë punë kogja më komplekse se me pas një objekt një zyre, sidomos që këto që janë me multi-sites. Sa të vynë sistem nuk është veç që thojnë one man show, po dush me pas sistem për me mujtë me menaxhue, që të sene është pak problem autodidakt me bo. Dush me pas një ori, domon prej teorisë, ose s'po ku me pas case study me këshyrë që kanë funksionun me një vend tjetër që i shërbim. Kështu që na si kompani kemi pas fatin edhe kemi fatin me punu me shumë korporata që janë multi-site companies edhe sa i përket tonës tonë, po dhe ka njëherë që opinionet tyne, jemi në rregull në frym të shërbime, gjithmonë ka opsimë për misu, po. Vërtet. Unë nuk kam nëjë pyetja, ka nëjë sen që po të që me të pyet diçka? Jo, unë veç të falenderoj për ftesën, për mundësinë e dhonë. Për kohën edhe për bashkëpunimin edhe suksese. Faleminderit gjithashtu.